Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus dhe Star Plus Televizion. Sot në rubrikën e të ftuarit të ditës do flasim për kartën e studentit. Edhe për të folur më shumë për të, kam nderin dhe kënaqësinë të kem sot në studio Edita Shoshin, drejtoreshe e përgjithshme e Shërbimit Social dhe Rinis. Mirëmëngjesi dashur. Mirëmëngjesi juve. Është një kënaqësi e veçantë që të kam sot në studio dhe është gjithmonë më lejo të falenderoj publikisht për gjërat e bukura që sjell dhe për Rinin Shkodrane që e mban gjithmonë të angazhuar dhe gjithmonë aty ku ajo duhet të jetë. Të falenderoj. Faleminderit ju. Dhe Mirza Bordica, mirëmëngjesi dashur. Faleminderit që je sot me mua në studio. Faleminderit edhe juve për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi t'ju kem këtu. Dua të flasim pak sot për kartën e studentit. Si lindi ideja e shumë kërkuar e studentëve, si erdhi realizimi i saj në një kohë kur ato e kërkonin prej vitesh dhe më në fund erdhi realizimi i kartës së studentit. Në fakt është e vërtet që ka vite që kërkohet, dhe shumë para shumë vitesh edhe unë isha në universitet dhe gjithmonë ishte kështu si ëndër. Se gjithë vendet e kanë dhe vetëm ne se kemi akoma kartën e studentit. Shumë herë u mori iniciativa në fakt nga iniciatorë të ndryshëm për ta bërë realitet, por asnjëherë nuk u bë realizimi i saj. Dhe vjen këtë vit si një risi dhe si një gjë shumë e kërkuar në fakt. Ishte një premtim i kryetarit bashkisë, zotit Benet Beci, që e kishte si një ndër pikat më kryesore të rinis, realizimin e kartës studentit. Në fakt na mori goxha 2 vite për ta përgatitur, sepse ka një muri dokumentash, legjislacionit, bashkëpunime me ministrinë, me universitetin vetë. Duhet të kalohen disa procedura bashkëpunimi me biznesin për të arritur që të realizohet. Patëm shumë pengesa për peripetina, por jam shumë e lumtur që në fund u arrit dhe themi si një ëndër e bërë realitet. Tashmë studentët jo vetëm kanë kartën e studentit, por ka shumë inovacion brenda. Komplet platforma e cila është krijuar, karta e studentit shkodër.al, është një web i madh, i cili në vetvete është një ekosistem shërbimesh dhe mundësisht që jepen të rinjve. Aty brenda jo vetëm gjen mundësitë që bizneset ofrojnë me zbritje, por gjen trajnime, gjen kurse, gjen mundësi punësimi, gjen aksione vullnetarizmi që ti do të jesh pjesë të disave, apo ke dëshirë vetë të nisësh një iniciativë dhe bën një kërkesë. Pra është komplet një platformë e cila lidh qytetin me rinin nëpërmjet një bashkëbisedimi apo një komunikimi sa më të thjeshtë. Dhe kjo bëhet nëpërmjet webit, që tashmë jo është vetëm web, por është dhe aplikacion. Dhe nëpërmjet aplikacionit, aty kur rinia kalon pjesën më të madhe të kohës, letrimi në celular, ato e kanë me një klik të telefonit. E kanë edhe të thjeshtë. Shumë të thjeshtë. E kanë shumë të thjeshtë. Duke qenë se kjo rini me zgje ka pritur, Mirza, dua të di feedbackun e tyre, si ka qenë në momentin që u mor vesh që karta do të jetë gati për ta dhe do të ketë një mori kaq të madhe shërbimesh, pra një lidhje të drejtë për drejtë, siç e përmendi drejtoresha, një lidhje të drejtë për drejtë të qytetit me rinis, që na ka munguar prej vitesh dhe kemi shumë kërkuar. Që në fillime në fakt kena pas, si që thallë drejtoresha, shumë kërkesa për kartën, që në fillim se u lançu formati aplikimit, që kanë kanë më shumë se 500 aplikime për kartën e studentit, duke marrë parasysh edhe që universiteti ka rreth 3700 studenta, pra një 500 që direkt të drejtu për kartën e studentit, edhe që do u shpërndanin kartat, kinemaja aty ku u zhvillu eventi ka kanë, po ashtu duke marrë feedback të vazhdueshëm nga studentat, nga rinia, të cilët janë edhe studenta kemi pjesë të Këshillit Vendor Rinor, që na japin eksaktësisht feedbackun apo kërkesat që ata kanë, që bashkia të ndërmjetësoj me biznese të ndryshme shërbime që aty në realisht i nevojiten. Përtej se karta mbulon i na mundu me diversifiku që nga pjesa klinikave dentare, laboratoreve mjekësore, pjesën e bareve, loungjeve, transporti rreth qytetas, është një pikë kyçe që e impakton studentin në jetën e tyre të përditshme, duke se në universitet vinë studenta nga të gjitha njësitë administrative, kështu që mezi që kanë prit që të përfitojnë sa më shpejt nga jo. Me Vodafonin kena një kontratë shumë të mirë me një paket ekskluzive për studentat që ka goxha zbritje, me shërbimet bankare, pra i na mundu që në të gjitha
aspektet e jetës ku ato marrin shërbime, që të pjesa kancelarisë, të jena dhe ne me marrëveshjet tona. Si që thash, kena pas shtim edhe të bizneseve që nga e hana që ba me lançimin e kartës, deri më tani dhe më thënë janë shtu edhe 10 kontratat të reja. Pra bizneset kanë qenë gjithmonë pro kësaj dhe na kanë mirëprit shumë faktikisht. Sa herë që i kemi trokit edhe ato vetë që po vetë ofrohen është një gjë shumë e mirë. Si funksionon ulja tek bizneset? Pra sa përqind kanë me kartën e studentit, studentët në një biznes të caktuar, në një shërbim të caktuar zbritja? Variojnë, dhe më thënë, nga 10% në disa farmaci është 10%, por kemi dhe në klinikë dentare minus 20%, pra 40% zbritje. Kinemaja, që është një ndër asetet më të reja qytetit, dhe më të bukra dhe ku po jepen filmat në kohën kur po ishet gjithë bota, dhe janë me 50%, pra një kinema me 50% për studenta, teatri është falas. Hyrja në për muzeet të cilat janë në nivelin vendor janë të gjitha falas. Ndërsa muzeet, për shembull te Kalaja, është me 70% zbritje, Muzeu Marubi është me 70% zbritje. Në për dyqane kemi OPA, një ndër bizneset i cili është me ri dhe i frekuentuar është në 20% zbritje për ato që kanë kartën e studentit, pra që është një aset ku të rit që ndërkohë që janë në universitet dhe kanë atë pushimin e tyre mund shkojnë dhe frekuentojnë një ushim të shpejt, po themi ne. Pastaj variojnë të tjera, kemi zbritje tek sigurimet, kemi zbritje tek menca e studentit, por dhe tek parkingu i mencës. Në të gjitha drejtimet, pra varion nga 10% dhe në 70% zbritja, ose falas fare që janë ose falas tek teatri dhe 50% të kinemaja është diçka shumë e bukur, 70% për te Kalaja është ndoshta një çmim kretë minimale i që ato duhet të paguajnë dhe për ta duhet jetë një vlerësim shumë i madh. Edhe tek meshët e Vllaznis kena pas zbritje, po. Kështu që jena mirëprit pra nga të gjithë shërbimet publike dhe private është mirëprit shumë karta studentit sepse dhe vetë biznesi, vetë komuniteti pra don me i shërby edhe me i mundësu të rive një jetesë në Shkodër sa ma të mirë, sepse rinia është ajo që e man vitale qytetin. Rinia sot mua më duket më gjallë se asnjëherë. Dhe prandaj të falenderova në fillim sepse është padyshim falteje që kujdesesh kaq shumë për ta, por edhe fal kryetarit të bashkisë zotit Benet Beci që në momentin e parë që ka marrë mandatin ka pasur një vëmendje shumë të shtuar ndaj rinisë, ka qenë ai pro gjithmonë të rinjve, të rinjt në zgjedhje, të rinjt kudo, të rinjt pjesë e qytetit, dhe është një vlerësim shumë i madh për ta. Unë kam pasur nderin t'i kem disa herë në studio dhe ata shprehen shumë të kënaqur. Po për ju, si është? Është shumë e vërtet. Në fakt, me ardhjen e kryetarit bashkisë, zotit Benet Beci, dhe vizionit të tij, sepse çdo gjë varet në personin që drejton, në vizionin e tij. Dhe ai që në fillim një ndër pikat kryesore ka qenë rinia, fokusi, që ta bëjmë këtë rini, ta duan qytetin e tyre, të kontribojnë te qyteti i tyre dhe ta shohin të ardhmen këto. Duhet që gjithë, ne kemi të ri me potencial shumë të madh realisht, në përshkolla, në universitete, dhe këto të ri nuk angazhoheshin në jetën e qytetit. Dhe vizioni i tij ky ishte që t'i bëjmë të rit pjesë aktive e qytetit, si në vendimarrje, si në këshillimin, si në drejtimin e politikave rinore. Dhe gjithmonë, domethënë, unë e them, nuk është hera parë që rinia e ka luksin të takohet kaq shpesh me kryetarin e bashkisë, po jo vetëm të takohet, po të dëgjohet. Dhe çdo iniciativë dhe me Këshillin Rinor Vendor, i cili është një instancë vullnetare këshillimore pranë kryetarit bashkisë, ato takohen më shpesh se nuk di të them, domethënë. Në fakt në kohën time në është dukur e çuditshme kur i kemi parë në rrugë. Dhe ato sot bëjnë këshillime me kryetarin, në takime mujore privilegj. Ne as në vetë në televizor e kemi parë. Po, realisht nëse e kemi hasur në rrugë, jemi çuditur. Që dilka në rrugë. Të kesh mundësinë të takohesh kaq shpesh dhe të dëgjohet zëri yt dhe zëri gjithë të rinive, sepse Këshilli Vendor Rinor përfaqëson dhe gjithë të rinjt që janë mbas tyre, në përshkolla apo në universitete. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Ato janë zëri i vetes tyre, por dhe zëri i grupit që ato përfaqësojnë.
dhe të dëgjohen kaq shumë dhe çdo iniciativë e tyre të bëhet realitet, është një gjë, një mundësi që jo çdo kush e ka. Dhe këtë kryetari i bashkisë po e demonstron më së miri. Jo vetëm karta e studentit, por ka shumë iniciativa të tjera të cilat po bëhen realitet falë mbështetjes që ai po jep rinis dhe dëshirës që ti nxjisi këto të rinj të shohin të ardhmen e tyre në qytet dhe të kontribuojnë sa më shumë në pjesën aktive të qytetit. Një për shembull, një ndër iniciativa që do kurorzohet ditën e hënë është Shkodra Youth Cup. Është finalja. Ne kemi folur në këtë studio kur ka nisur dhe kemi përmendur skuadrat më të mira, ato që kanë rënë më shumë në sy, se si do të ecte dhe ishin të gjithë entuziastë dhe ka pasur edhe nga ato, pas emisionit nga ato mesazhe që pyesnin sa bukur të rinjt, po bëjnë një aktivitet, sepse jemi mësuar të shohim me celularët, është diçka shumë e bukur. Të hënën është finalja. Është finalja. Dhe mes cilave shkolla? Është mes shkollës Osokuka dhe Adem Haxhia e Postrivës. Është një finale shumë e zjarrt, e shumë pritur, më thënë të drejtën. Ka qenë një kampionat i gjatë, por me shumë pasion, me shumë entuziazëm, me emocione pafund. Se është hera parë që bëhet realisht përmes shkollave të mesme. Dhe normalisht me bashkëpunim me ZVA-n ka qenë një iniciativë shumë e suksesshme. Ajo që vjen në sy është nuk përjashtohen edhe shkollat që janë pak më larg qytetit. Dhe është shumë për të vlerësuar, sepse ndoshta shpesh herë jemi mësuar të kemi atë rrethin e ngushtë të qytetit të Shkodrës, shkollën 28 nëntori, shkollën Osokuka, dhe janë lënë pak pasdore shpesh herë ndër vite, por ka ardhur koha më në fund që të kemi një gjithë përfshirje. Këtu kemi pas pjesëmarrje nga 14 gjimnaze faktikisht, edhe pikërisht Adem Haxhia nga njësia administrative Postribë është finale, ndërsa dhe gola shënuesin më të mirë kemi nga Velipoja, që do marrë një çmim pra kupën e gola shënuesit më të mirë, por është prit shumë mirë. Do me thënë edhe të rritë kanë pas mundësin më njoft me njëri tjetrin, vetë sektori i rinis ka pas mundësin me u njoft më tepër nëpërmjet edhe prezenca në rrjetet sociale ka qenë shumë e mirë, kështu që iniciativat e tilla siç po thosh edhe me heq të rritë edhe nga telefoni, pra nga sporti, me çute pjesa e kulturës, e artit, është shumë gjë e mirë dhe që është prit mirë. Dhe jo vetëm 11 që luan, por ka pasur një tifozëri të zjarrt këtë herë, ku të gjithë janë qenë aty duke i mbështetur skuadrat. Kjo konkurrenca sikur i nxit pak. I nxit edhe të njihen dhe të afrohen ndoshta me njëri tjetrin, është edhe më bukur pjesa e socializimit që krijohet. Por nëse flasim për aktivitetet të tjera, sepse ka pafund aktivitete, mbjellja e pemëve për shembull, një aktivitet i tillë është edhe sot, nëse ndalemi pak këtu, është realizuar edhe disa herë të tjera, ku ne sërish kemi folur në këtë studio për të. Sot si do të jetë? Sot, në fakt, vjen në vazhdën e javës së familjes. Ne si drejtori sociale kemi pasur një javë të mbushur me aktivitete, ku sot zyrtarisht është dita ndërkombëtare e familjes. Dhe do kemi në orën 10 një akt shumë të bukur në fakt nga vullnetarët e For Shkodra dhe të rinjtë e shtëpisës pa kujdes prindëror, Streza pa kujdes prindëror, të cilët do bëjmë një aksion mbjedhje me ta, pra një ditë ndryshe, duke i parë pra në një realitet tjetër, të rinj që kontribojnë për këto fëmijë të cilët nuk e kanë kujdesin prindëror dhe të jenë një ditë me ta si një familje, duke luajtur, duke bërë punë të voliqme, duke mbjedhur, sepse do mbjedhin dhe pemë frutore. Duke shërbyer edhe qyteti. Po, dhe qytetit, por edhe vetë atyre duke i sjellur një shembull për të vlerësuar. Shpesh herë realizohen edhe pjesët e pastrimit, e kemi parë në Velipoj që të rinjtë e For Shkodra janë ato të parët që udhëheqin sensibilizimin e të mbajturit pastër, detin e mrekullueshëm që ne kemi. A mund kemi ndonjë fushat tjetër të pastrimit, ndonjë pjesë të projektit të ardhmes, çfarë mund të zbulojmë diçka? Po, faktikisht aksionet e pastrimit, pra Act For Shkodra po jepet një hapësinë dhe një zë se vetë të rritë kanë qejf, pra përtej shkollës kanë qejf edhe këto pjesët e socializimit me njëri tjetrit, vullnetarizmit, që në rritë pjesë aktive dhe lidhje me mjedisin e dojnë. Në Velipoj ka ka një aksion shumë i mirë dhe shumë i madh faktikisht përpara hapjes së sezonit, por që do pasojnë edhe të tjera. Kemi pas aksion edhe në Shirok, të pjesa Bregut Liçenit, ku bëmë edhe
pjesën e instalacionit artistik në ditën e tokës, kundër plastikës pra në liçen, por që aksionet e tilla normalisht do pasojnë sepse jemi gjithë kohës në vëmendje. Expo Shkodra në fakt po merr edhe iniciativa me shkolla one-to-one, pra një me një. Pastrimin do e kemi me një shkollë tjetër private të cilët kanë shpreh dëshirën me na u bashku, por jo në Velipoj, por në zonat të qytetit, në Lolishta për shembull, ku luajnë pleq, t'ja pastrojmë vendin atë rrotull, pra t'jemi edhe në qytet në përstola edhe të ofrojnë pra shërbimin e tyre vullnetare edhe mbrana qytetit atë kohë. Po, plus që prapë me zanin e Shkodrës, shkollën private pat me një aksion shumë të bukur sensibilizimit edhe dhurimit në kuadër të javës familjes, tek strehe Zapa kujdes prindëror, na u përgjigjen shumë mirë. Ishte para 2 ditëve, mos gaboj. Ishim para 2 ditëve, po. Edhe nxënësit aty ishin shumë të mirë, edhe mblodhen më shumë se që priqën, faktikisht materiale, dhe jo vetëm rroba ushqime, por pjesën e lojrave, detergjentave, pra ju përgjigjen të gjitha nevojave që ato fëmijë kanë, dhe takimi ishte pjesa më e bukur e tanë fushatës, faktikisht, sepse ato vetë u përplasën, po themon, u takuan me një realitet tjetër që në jetën e përditshme të rit nuk e kanë mendje ndoshta aty, edhe i shërben shumë mirë edhe për sensibilizimin, edhe prap na kanë shkruar që jemi gati kurdo që na thoni, edhe kjo është e mirë, domethënë që ne mundohen edhe krijojmë një aktivitet, e ndërkohë të tjerë të kërkohen vetë pastaj nga të rinjt. Është për të bërë krenar për ta. Në fakt është shumë e nevojshme ndërgjegjësimi të rinjve. Sepse shumica prej tyre kur vinë është hera parë që përballen me një shtëpi me fëmijë të cilët nuk i kanë prindër dhe nuk rriten me prindërit. Dhe në momentin kur ti i shef ato dallohet edhe në fytyrat e tyre ajo habia, ai reagimi, dhe është e vërtet, domethënë ne duhet të ngjallim ndërgjegjësimin dhe ndjeshmërinë tek këto të rinj, sepse ato kur e shohin realitetin me një sy tjetër dhe kur kthehen pas në shtëpi, edhe vetë jeta atyre ndryshon nga ky perceptim. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme që ne t'i ndërgjegjësojmë të rinjt për realitetin që ekziston dhe se sa fatlum janë ato me atë çfarë ato kanë në shtëpitë e tyre. Në vërtet është shumë e bukur dhe janë shumë fatlum. Por nëse kalojmë tek ta them Shkodër, është një aktivitet që ka marrë shumë zë, është një për diçka e mrekullueshme ku të rinjt un kam parë reagimet e tyre mezi e presin dhe mezi presin të dinë se kush do të jetë i ftuar i radhës, kur do të bëhet, si ka një program të caktuar drejtoresha që realizohet, apo të ftuarit janë më shumë spontan që ata kërkojnë, sepse me sa di unë i kërkojnë vetë, kanë dëshirë që të vinë dhe të shpërndajnë, të ndajnë mendimet e tyre, janë ata që vendosin edhe për këtë pjesë. Po, janë ato. Gjithmonë ato që marrin leadershipin për të vendosur ke duan të ftojnë. Në fakt është një program i vetë sektorit të rinjis, i cili është i buxhetuar pra në buxhetin e vitit, dhe janë për çdo muaj një i ftuar i ri. Janë vetë të ri të cilët vendosin se këtë duan të ftojnë, të cila fushë intereson më shumë atyre. Mund të jetë një fushë sociale, mund të jetë një fushë inovacioni, mund të jetë fusha startupeve, dhe çdo herë ne votojmë se propozojmë disa nga vetë të ri, propozojmë disa emra, pastaj hedhim me votim dhe cili merr vota më shumë ne kontaktojmë dhe e bëjmë pjesë të programit. Por dua të them që është një platformë realisht shumë e mirë. Është një platformë e cila i sjell të rive frymëzim. Unë kam parë shumë të ri të cilët pas takimeve të ta them Shkodër, dalin më të frymëzuar, dalin më me këmbë në tokë, shohin, domethënë kur e përjetojnë nëpërmjet fjalëve apo jetës së dikujt tjetër, vështirësitë që kanë kaluar, apo motivacionin e tyre për të ngritur edhe sa herë rrëzohen, për të marrë përsipër iniciativa, për të qenë për të ngulur këmbë më shumë në atë çfarë duan të arrijnë në jetë, është një mesazh shumë i mirë dhe i frymëzon të rit. Dhe të rit kanë nevojë për shembull frymëzimi për të ecur përpara. Sidomos në një botë ku po na mbyt teknologjia dhe shumë herë apatia, dhe është shumë e mirë që ne sjellim shembuj frymëzimit dhe sadopak i frymëzojmë të rit. Është një fat për ta, pasi të rriturit po ndjekin trajnime me shumë të mëdha parash për të frymëzuar dhe për të ecur në rrugën që ata duan, dhe vërtet është një fat për këta të rinjt. Mirza, si përgjegjëse e sektorit të rinjve, dua të pyes se sa e vështirë është të merresh me të rinjt sot, të kesh një përkushtim, pasi ato janë
pjesa që vërtet kanë kaluar një moshë të caktuar, por janë ende shumë hiperaktiv, janë ende duan të dinë, kanë ende kuriozitetin e madh, kanë ende duan të bëjnë gjithçka, mendojnë se mund të çlirojnë botën vetë. Jam kurioze të di sa e vështirë është puna me ta. Faktikisht nuk është shumë e vështirë, të jep shumë kënaqësi, feedback-un që merr e kam me shumë kënaqësi, nuk ka shumë kohë që unë e kam marrë këtë pozicion, në fakt ka 3-4 muaj, por në fakt e kam marrë me shumë dëshirë dhe kur një punë e bën me dëshirë dhe pasion, lodhja dhe vështirësia nuk njihet. Brazy absolutisht është i vetë në mënyrën e tyre se si mendojnë, se si duan t'i bëjnë gjërat shumë shpejt, nuk marrin parasysh që ne vetë si sektor jemi edhe institucion publik, pra kemi procedura, kemi letra, etj, po i dojnë çdo gjë furishëm. Por që idejt i kanë shumë të mira dhe i them që me vizionin e kryetarit bashkisë, rinia tashmë është një sektor, pra ka pak më shumë se një vit që sektori është me një përgjegjëse të 2 specialiste, pra kanë 3 veta që punojnë dhe kontribojnë çdo ditë për me i fuqizu ata, për me i pasuru me aktivitete, edhe i tham na shfrytëzoni sa ma tepër sepse jemi all eyes on you. Për ju, në çdo kohë. Edhe ato vetë kur e shohin për kushtimin ton, faktikisht na vinë me ide të ndryshme dhe kena një bashkëpunim shumë të mirë faktikisht. Edhe pjesa e Këshillit Vendorinor, edhe vetë vëmendja nga qeveria me ligjin e ri për rinin, me mënyrën e këshillave pra rinor, normalisht që e ka strukturu pak mënyrën e punës, por që sa më shumë të dush ka shumë punë. Ka shumë punë për me bë, ka shumë punë. Sepse ka shumë vite që nuk është punuar për ta dhe nuk janë pak ato vite që nuk janë punuar për t'i sjellë në rrugë të mbar, për kaq pak kohë. Marrë shkas nga ajo që tha Mirza që kur e bën me dëshirë dhe me pasion, çdo gjë bëhet më lehtë. Dhe kjo përveç normalisht vizionit të kryetarit dhe dëshirës e tij që rinia të jetë në krye dhe Shkodra të jetë një qytet rinor, është dhe gjithë sektori i rinis që unë dua ta falenderoj publikisht për punën e palodhur që nuk njohin orar, nuk njohin shtunë e dile, të cilët ne jemi gjithë kohës për të sjellë, për të bërë ato aktivitetet e bukura, ka shumë punë mbrapa. Ka një punë shumë të madhe dhe një vullnet dhe dëshirë për të qenë sa më të suksesshëm, për të përfshirë sa më shumë, për që ideja tjetër të jetë më bukur se kjo e para dhe dua t'i falenderoj me zemër për gjithë punën e palodhur, sepse nuk është thjesht një punë që ti del 8-4, por është një punë që ti duhet ta ndjesh për të dhënë maksimumin tënd dhe të mos shohësh orare, por të shohësh vetëm qëllimin dhe dëshirën dhe suksesin në aktivitetet që ti organizon. Dhe unë dua të vazhdoj falenderime duke ju falenderuar shumë ju të dyjave që jeni mbështetëse të rinis dhe po mbani në këmbë një rini të këtij qyteti që vërtet është kaq e gjallë dhe kaq e mirë. Ju falenderoj shumë, falenderoj drejtoresh, është kënaqësi e veçantë. Faleminderit Mirza, jeni gjithmonë e mirëpritur të dyja në këtë emision për të ndarë ide dhe mendime kaq të bukura për rinin e Shkodrës. Unë të falenderoj në fakt sepse dhe ti vetë i ki dediku shumë hapësira aktiviteteve tona, shumë të ri kanë kënë të ftuar në studio, kështu që faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme, që edhe aty në më u dhanë za, sepse edhe ato vetë njihen mirë kur dalin në një emision, të shfaqen edhe me za, me figurë që janë përfaqësues të rinis, kështu që edhe kjo është një gest edhe një hapësinë shumë e mirë cilësore e dedikuar ndaj tyre. Kjo është dhe kontributi jot. Të drejtë më emocionuar. Kontributi jot drejt ndërgjegjësimit të rinisë së qytetit dhe të falenderoj shumë që je ndjeshme kundrejt këtyre kauzave dhe ta përçosh zërin e trive përveç atyre në rrjetet sociale që ne hedhim, por edhe për te dhe në median televizive. Faleminderit shumë. Ata janë gjithmonë të mirëpritur dhe unë mundohem gjithmonë t'i pres në mënyrën sa më të mirë, në mënyrën sa më pozitive, sepse televizioni ka të pak sikletin e vet ndoshta, sidomos për dikë që del për herë të parë dhe shikoj që gjithmonë janë edhe më të lumtur kur dalin dhe janë më të lumtur për të sjellë gjëra të bukura, pasi unë them, do vini herën tjetër dhe do jeni më pak emocione. Faleminderit shumë vajza. Faleminderit shumë dhe të gjithë ju që na keni ndjekur deri në këtë momente. Takimi radhës së bashku të hënën. Ju uroj një fundjavë të mbar nga Studio Info Plus.